dikush i merr si lodra kur bëjmë analiza edhe themi një realitet se si u ndërtua pluralizmi politik në këtë vend, edhe se si e rrëzuam ne sistemin komunist. Në fakt ajo nisi me disa idealistë të dhjetorit, po faktikisht shumë shpejt u kap politika e kohës atyre, se si do bëj menaxhimi i saj në të ardhmen e tjera, nga agjenturat rrezikshme anti-shqiptare serbo-greke, të cilat pru në krye të disa forcave politike në vend, posaçërisht të forcës politike kryesore në atë kohë që ishte Partia Demokratike dhe do merrte pushtetin, solli misionar të dyshim, solli njerëz që faktikisht i kishin shërbyer edhe si agent Serbisë, edhe ndërtar kryesori ishte Sali Berisha. Nuk është me sekret që ai ka qenë agent i serbëve. Nuk është me sekret që ai shërbeu atyre maksimalisht, edhe në pushtet erdhi me ndihmën e serbëve. Nëse nuk do ish bërë masakra e 2 prillit në Shkodër, nuk do ishin vrarë ata 4 protestues atje që dualën në protest me një qëllim të mirë, por që Berisha i qoj si tjapi të kasapi për t'i vrarë me qëllim që të krijohesh shtolovia edhe që të bëshim pastaj zgjedhjet parakoshme, si që bënë, domethënë, në marsin e 1992-shit, atëre, domethënë, nuk do të ishte kjo situatë që erdhi edhe më pas, dhe pastaj erdhi shpejt në pushtet, pas 4 muajve e humbi pushtetin, sepse u bën zgjedhjet e pushtetit vendor 26 korrik të 92-shit, dhe ai humbi 62% të votave, domethënë, Partia Demokratike e kohës atërshme. Dhe për këtë shkak, domethënë, ai Berisha me bandën e vet që mori situatën në dorë në Shqipëri, atëre filluan edhe e drejtuan në Shqipërinë jo me mjete demokratike, jo me mjete ligjore, por thjesht dhe vetëm me njerëz të besuar